From what I personally saw, I do not hesitate to describe the event as a massacre, obviously a crime very much against humanity. Kjo që sapo e dëgjuat është nga William Walker në kohën kur ndodhi masakra e Rechokut, kur e vërteta u bë alarm dhe pse sot rreziku i përsëritjes është më i madh se kurrë. Këtë ditë, me 15 janar, shënohen 27 vjet nga masakra e Rechokut, një prej krimeve më të rënditse të regjimit të Miloševićit kundër shqiptarëve të Kosovës, ku vranë mbi 45 civil. Rechoku nuk është vetëm një datë në kalendar, është moment kur bota u detyrua të shoh pa filtra çfarë po ndodh në Kosovë dhe kur neutraliteti filloi të tingëllojë si bashkëfaqësi. From what I personally saw, I do not hesitate to describe the event as a massacre, obviously a crime very much against humanity. Në janarin, në cilin fol edhe William Walker, në atë janar të ftohtë, misioni verifikues i OSBE-s, që udhëhiqej nga William Walker, u përball me një realitet që nuk mund të ballancojë. Nuk mund të ballancojë vetëm me deklarata. Trupat e civilëve, dëshmitë, frika banorëve. Shefi i misionit në atë botë e quajti publikisht masakër kundër njerëzimit. Një emërtim që dha peshë të madhe tërkombëtare dhe e ktheu Rechokun në pikën e kthesis. Dhe pastaj ndodhi ajo që Serbia Miloševićit e kishte llogaritur gabim. Reagimi nuk u zbe. Rechoku bë një nga argumentet kyçe që shtyr bashkinë tërkombëtare drejt një qëndrimi më të ashpër deri te fushata ajrore e NATO-s kundër caqeve të ish Republikës Federale të Jugosllavisë në pranverë e vitit 1999. Por Rechoku nuk është vetëm histori e luftës. Rechoku është histori e së vërtetës. Si dokumentohet, si mohohet, si shtrembrohet, por mbi gjitha dhe si brohet. Si rikthehet historia? Jo me tanke, detyrimisht, por me arresë. Historia nuk përsëritet gjithmonë me të njëjtën uniformë. Ndonjëherë kthehet e veshur me kostum, me fjalor stabiliteti, thojza, me fraza të talem të kaluara, me relativizim të dy palët, nuk dihet çka ka ndodhur, ishte propagandë. Pikërisht këtu fillon edhe rreziku. Sepse Rechoku u mohua që atëherë shteti serb të nguli në narrativën e vet, duke luftuar faktin me propagandë. Kur një krim mohohet, ai nuk mbetet vetëm i pandëshkuar. Ai bëhet model që u tregon autoriteteve se mund të vrasin dhe pastaj të quajnë incident, operacion, sajim. Dhe në mjaftueshëm kemi pamje të dokumentarëve të ndryshëm të sponsorizuar prej Serbie kundër masakrës së Rechokut. Dhe kur shoqëritë lodhen nga e vërteta, krijohet terren për kthimin e logjikës së vjetër. Logjika e dhunës si mjet politik. Çdo ditë me këtë logjik na sulmon edhe sot e kësaj dite Serbia, që udhëheqet nga një fëmijë politik i Miloševićit, nga Vučić. Pse sot rreziku përsëritjes është më i madh se kurrë? Sepse sot armët më të rrezikshme nuk janë gjithmonë ato që krisin, janë ato që të mpijnë normalizimi i mohimit. Kur mohimi i krimeve trajtohet si qendrim politik, jo si kërcënim moral e insigurisë. Ose lufta kundër kujtesës, kur përvjetoret bëhen rutinë, jo thirrje për drejtësi, edukim dhe vigjilencë. Lodhja ndërkombëtare. Bota sot është e mbi ngarkuar me kriza dhe mendja shpërndahet, parimet negociohen me lehtë, paqja ngatrohet me heshtjen. Propaganda moderne, dikur duheshin televizione,
Sot mjafton një rrjet i koordinuar online që ta kthejë viktimën në gënjeshtar dhe kriminalin në të keqkuptuar. Dobësimi i institucioneve. Kur drejtësia zvarritet, kur korrupsioni ha shtetin, kur siguria politizohet, shteti bëhet i prekshëm. Historia e dhunës represive dhe luftës çfarë kemi pas, kthehet Reçaku na mëson se krimet nuk fillojnë me një ditë. Fillojnë me një klim, me urrëtie të kultivuar, me dehumanizim, me armik të brendshëm, me mos ndëshkim. Dhe kur vjen dita, gjithçka duket e papritur, edhe pse ka qenë paralajmëruar. Reçaku si detyrë, jo vetëm ta kujtojmë, por edhe ta mbrojmë. Përkujtimi, si sintohet zakonshëm në çdo 15 janar, nuk është luks emocional. Mbi gjitha, është politikë e sigurisë. Me përkujtu, do të thotë mos me leju që e vërteta më bo vetëm opinion. Duhet ta sensibilizojmë, sepse kjo do të thotë se edukojmë brezat që nuk e kanë jetuar luftën, që ta kuptojnë pse liria nuk është dhuratë, por përgjegjësi. Të kërkojmë drejtësi do të thotë të mos pranojmë asnjëherë normalizim. Normalizim që ndërtohet mbi mohimin e mos llogarisë, e mos dhënies së përgjegjësisë. Edhe vetë fakti që krimet të kryera nga Serbia u ngritën në ndjekje penale ndërkombëtare, përfshirë akt akuzën ndaj Milošević në 24 maj të vitit 1999, tregon se e vërteta mund të arrijë pushtetin, kur shoqëritë dhe aleatët këmbgulin. Por drejtësia nuk është automatike. Ajo kërkon presion, dokumentim, kujtesë të gjallë. Kur më nuk është fjali. Është dhe duhet jetë veprimi i përditshëm. Në këtë përvjetuar të Reçakut, dërimi për viktimat nuk mjafton vetëm me kurore. Dërimi i vërtetë është të mos lejojmë që shoqëria jonë të lodhet nga e vërteta. Të mos lejojmë që mohimi të bëhet normal. Të mos lejojmë që frika të na kthehet si standard. Sepse historia nuk tërket fort kur kthehet. Ajo vjen ngadalë, si arrez, si cinizëm, si mos u merr me të kaluarën, si kompromis me të padrejtën. Dhe mbi gjitha, Reçaku është kujtesa jonë kolektive, që na thotë, nëse nuk e mbrojmë të vërtetën sot, nesër mund të na duhet të mbrojmë jetën. Lavdi martirëve të masakrës së Reçakut dhe të angazhohemi që të mos përsëritet e njëjta.